Mirëmbrëma. Hey Vera, Mirëmbrëma. mirëmbrëma, si je? Mirë, faleminderit, zonja Presidente, si jeni ju? Më vjen shumë mirë që po takohemi edhe pse virtualisht. Faleminderit Po. shumë për kohën, për bashkëbisedim. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që ja keni dediku një seancë shëndetit mendor, që e kam pasion, kështu që jam shumë e lumtur që jam me ju sonte. Faleminderit, është një temë të jetë me rëndësi, e cila është bërë shumë e rëndësishme tash në kohë të pandemisë. Kështu që në radhë po shpresoj që edhe ju personalisht të qenë një profesioniste e kësaj fushë, por edhe gjithë familja të jeni mirë me shëndet. Sepse ka qenë kohë vërtet e rëndë për të gjithë, anë mban globit, jo vetëm në një shtet të caktuar. Dhe tash kjo pandemi ka sjellë në pa edhe shumë probleme të tjera. E një prej tyre është çështja e shëndetit mendor. Unë kam pas mundësinë që të bashkëbisedoj me shumë profesionistë kësaj fushë në Kosovë. Dhe natyrisht që konkluzioni i tyre i përbashkët ka qenë që edhe në qoftë se vërtet arrim ta mundim këtë pandemi, ajo që ka na pret është një pandemi në fushën e shëndetit mendor, nëse mund të quhet kështu, për shkak se sidomos në Kosovë, një vend që për vitet e tona nuk ka fol për dhimbjen e madhe që e ka përjetuar përgjatë luftës, dhe tani kjo koha e izolimit gjitha kanë pas një ndikim shumë të madh edhe shumë të dhimbshëm të shumë familje. Kështu që është vërtet kënaqësi për mua që sot bashkë me ty, që je profesioniste e kësaj fushë, të mund të diskutojmë se si mund të te i kalohen këto sfida, apo ndoshta qysh në fillim mundesh me më tregu çka të ka frymëzu ty personalisht me u bë profesioniste e kësaj fushë. Po unë kam qenë doktoresh familjare, me migrimin tim me familje, do me thonë me familjen time 3 fëmijë të vegjël, kisha një presion intern timin personal që kisha nevojë të kem një frymëzim të punës. Mu dashkë të nostrifikoj diplomën, të mësoj gjuhën, të rris fëmijët. Shëndeti mendor po më duket që ka qenë shumë me rëndësi që ta mbaj atë për veten time më së pari. Dhe pastaj mu dha rasti të inkuadrohem në NHS, që është institucioni i shëndetësisë në Londër, dhe besoj që kjo ka qenë një hap cilin mendoj ka qenë shumë me rëndësi dhe me kënaqësi e bëj. Edhe një sen është me rëndësi se si psikiatër ndihem e privilegjuar që njerëzit mi tregojnë eksperiencet e tyre më të errta që nuk mund t'i ndajmë me familjen apo me të afërmit. Do me thënë, për mua është një profesion special prej dallim të tjerave. Pajtohem plotësisht, edhe siç e përmenda në fillim, spaku përshtypja jonë këtu është që pandemia ka ndikuar negativisht në çështjet e shëndetit mendor të qytetarëve. Cila është përshtypja jote prej kësaj periudhe që ke punu në Londër, sepse edhe Londra në përgjithësi, Anglia ka qenë vend që është prek shumë nga pandemia, edhe numri i infeksioneve ka qenë shumë i lartë, edhe numri i vdekjeve. Sa e ke vrejt ti që ka pas efekt negativ pandemia në këtë aspekt? Po, pandemia ka marrë një vroll të madh, edhe është evidentu që njerëzit cilët janë afektuar me shëndetin mendor gjatë pandemisë, në gjithë botën ka qenë po më duket afër 10 milion. 1.5 prej tyre ka qenë fëmijë. Do me thonë njerëzit kanë pas nevoja plotësuese shkaku i shëndetit mendor. Do me thonë është si një epidemi e cila edhe ju si thatë vetë do të mbetet shumë ma gjatë mbasi që COVID-19 të i kalohet. Do me thënë, kjo ka qenë si një problem. Çdo shtet, sidomos në Angli, qeverit kërkonin izolim shumë rigoroz. Edhe për shëndetin mendor,
izolimi është njëra ndër gjërat që na nuk i preferojmë. Do me thonë shkon në të kundërtën, nuk është në favor të njerëzve të cilët lëngojnë nga shëndeti mendor, mirë po janë parë të dukshme problemet cilët njerëzit i kanë zhvillu gjatë izolimit. Piklimet e vazhdueshme të njerëzve të cilën kanë humbur jetën, mandej krizat financiare që kanë bërë të pa punë, humbjet e punës, pastaj numrohen edhe pasiguria e të ardhmës për shumë gjana, edhe këto ishin shumë efekte negative, cilat shumica e njerëzve, sidomos ata me predispozita të kenë smundje shëndetit mendor, kanë pësu më shumëti. Dhe besoj që izolimi i vazhdueshëm krijon një ankth tepër të madh, të cilët njerëzit normal mund ta tejkalojnë, mirë po kur është në severe, më falni, ndoshta e them ndonjë fjalë angleze ti mundesh me ndërhyj Nuk ka problem me çdo fare. kohë. Kur është ankthi tepër i nalt, ajo mund të kthehet në një stres i cili në vazhdueshmëri mund të bëhet edhe në depresion. Do me thonë edhe rastet e njerëzve të cilët e kanë humbur jetën shkaku i shëndetit mendor është më tutje në rritje, sepse këtu në Angli ende është një krizë e madhe dhe qeveria po mundohet me contain, me mbajt. Besoj që do të ketë sukses, po unë jam shumë krenare që në Kosovë kjo është menaxhu mjaft mirë dhe i përcjelli lajmet që më interesojnë mu për këtë shkak dhe mendoj që shkaku i numrit të madh të popullatës, Londra ka pësu mjaft. Tash, ju e dini mas miri që çështja e shëndetit mendor shpesh është parë si një stigma që i ka shty njerëzit mos me fol hapun për sfidat me të cilat ballafaqohen, me problemet me të cilat ballafaqohen. Qysh mendon që mundemi ne në Kosovë me luftu një diçka të tillë, sepse e din që me siguri edhe sa herë viziton edhe nga kontaktet me familje, me miq, që jemi ende shumë mrapa në këtë aspekt. Pra, si të luftohet stigma, si të ndihen njerëzit të lirë të flasin për problemet të tilla me të cilat mund të ballafaqohen, dhe si mund ta ndihmojmë ne më mirë edhe një antar një mik, një antar të familjes, dikë të afërt, që të flas me ne, të flas me profesionistët dhe të ndihmojmë që ta tejkalojnë këtë sfidë më lehtë. Po, shëndeti mendor ka qenë gjithmonë një si të them, një pe i holl i cili në vërtet në shoqëri mundohet të shkëputet. Stigma është njëra ndër arsyet më të mëdha që njerëzit nuk kërkojnë ndihmë. Do me thonë, rrethin në cilin jetojmë ka shumë efekt në një person. Ka efekt të fëmijët, ka efekt të rritunit, ka efekt të pleqt. Do me thonë, është një turp, nifet si një turp, si një dështim i individit, si një individ i ligë që s'do të më don shoqëria, s'do të më do partneri, familjarët kanë turp të flasin për diket që ka shëndet mendor. Mirë po kjo është kryesisht sepse fakti është që njerëzit mendojnë që ka dikush shëndet mendor të ligë, është i përjetshëm. Nuk është e vërtet. Shumica njerëzve me smundje mentale smundjet janë të menaxhume dhe janë deri diku edhe të shërume. Nuk janë të përcjellura me vujtje të rjetën. Do me thënë, njerëzit mendojnë që smundjet mendore janë për jetë dhe normalisht ajo nifet si turp i familjes së pari, i prindërve që kanë rrit një fëmijë që ndoshta ka ndonjë mungesë apo ndonjë smundje, apo partneri që ka një shoqe apo një grua e cila nuk është mirë, nifet si shkak. Këto gjitha janë pjesë e rrethit pak më të ngushtë, edhe në Angli për shembull ne kemi popullatën që është një popullat shumë e madhe, me miliona njerëz. Do me thonë,
repi është pak më i zgjeruar, derisa ndoshta në Kosovë është, si të them, shoqëria më intime, edhe për këtë arsye Njihen me zvete. Njihen vezvete. Kam pas një rast, fatkeqësisht doja përmendi tash se mendoj që profesionistët është me rëndësi ta dinë. Kam pas një rast që më shkruante njëna që kishte terapi. Kjo ka ndodhur në vendin ton. Nuk po them në Kosovë apo në Shqipëri, por një shqiptare ka marrë terapi dhe ajo më thotë që terapistja më tha, po unë ta njoh motrën apo ta njoh. Do me thonë, janë disa bariera, janë disa gjana cilat duhet të perfekcionohen, që mund të funksionojnë. Do me thonë, janë disa gjana që vërtet duhet të adresohen për me mujt me realizu një intervenim të suksesshëm. Edhe është shumë e rëndësi edukimi në çdo lami, në çdo nivel. Unë mendoj që vetëdijsimi dhe duhet të trajtohet njeri që vjen me ankesa të shëndetit mendor si një mburje, duhet t'i jepet një lavdrat, jo të qortohet apo ndoshta të akuzohet për ndonjë gjë thusht që ai ka bërë një gjë të gabueshme. Domethënë janë disa gjëra që siç është shoqërina duhet t'i përkrahim, jo t'i qortojmë apo t'i gjykojmë. Gjykimi është mungesa më e madhe në këtë rast, sa i përket shëndetit mendor. Pajtohem plotësisht edhe natyrisht që kjo mvaret shumë edhe si i qasemi kësaj pune ne si individ, në rast të parë brenda familjeve, me miqtë tanë, me njerëzit e afërt me të cilët bisedojmë çdo ditë, po përtej rolit të individëve, mendoj që është shumë e rëndësishme edhe si e trajtojnë institucionet këtë çështje, nga shkollat, nga edukimi i hershëm, nga nevoja që të kemi psikolog edhe në shkolla, në mënyrë që nëse fëmijët ballafaqohen me situata të tilla që të jenë aty për ta, të dinë t'i këshillojnë se si ta i kalojnë. Por nga përvoja jote dhe nga ajo që ke pa në Kosovë, po në veçanti nga ajo që ke mësu gjatë përvojës tënde në Londër, çka mendon që duhet të bëjnë institucionet tona, cilit do të ishin këshillat kryesore ose hapat e parë, në mënyrë që çështja e shëndetit mendor të kthehet në një ndër prioritetet e institucioneve, edhe nga niveli i edukimit, arsimit që e përmende, por edhe tek institucionet tona shëndetësore. Po unë mendoj që edukimi i popullatës është numër 1. Do me thënë, si individ, ndoshta edhe përmende si mund të ndihmojmë dikujna në familje. Normalisht që është e nevojshme të kemi një detuni personale, secili individ duhet të di shumë më shumë mbi shëndetin mendor. Do me thonë që t'jetë në gjendje të ndihmoj diku tjetër, kolegut, motrës, vllaut, duhet ta ketë një dituri, për shembull, pagjumësia e gjatë. Pse është pagjumësia e gjatë? Sa gjatë pagjumësia derisa të bëhet një problem klinik. Ndërsa sa i përket ndryshimeve të institucioneve, mendoj që, si tha edhe vetë edukimi i popullatës, kurrikulumi në shkollat duhet filloj sa më herët. Është e nevojshme të përgatitet programi i edukimit dhe trajnimi i vazhdueshëm për shembull në shkollat fillore, në ato të adoleshentëve, dhe mendoj që këto gjitha mund të bëhen në komunitete, në qendrat shëndetësore mendore, se ato unë sa e di ende nuk janë të krijuara. Sa e di unë, s'jam e sigurt. Mirë, po janë këto disa gjëra që janë shumë e rëndësishme. Përveç shëndetësisë familjare, unë besoj që duhet të jetë shëndeti mendor në përqendrat speciale ku mund të trajtohen dhe të japen terapia të domosdoshme. Do me thonë, shëndeti mendor është qëndësor dhe mendoj që duhet të ketë një pozitë dhe një rol me rëndësi në qeverinë që të trajtohet dhe të konsiderohet kjo nevojë në popullatën tonë.
Absolutisht këshilla tepër të nevojshme dhe shumë të vlefshme dhe unë besoj që edhe tash e tutje do të vazhdojmë diskutimet tona edhe do të mund të marrim nga përvoja juaj sepse na duhet shumë. Por përveç si profesionistë shëndetësore e kësaj lanie, ju njiheni gjithandej edhe si nëna e ambasadorës sonë më të mirë që e kemi pas të jetë, nëna e Rita Orës. Tash përgjatë shumë viteve Kosova është njohur në komunitetin ndërkombëtar si vend ku ka pas luftë. Kurse sot njihet si vendi ku ka lind Rita Ora dhe vendi prej nga vjen Rita Ora. Tash po e shohim që rinia jonë në momentin kur po del jashtë vendit, po prosperon, po ka të arritura të jashtëzakonshme. Dhe kemi një mërgat, një diasporë e cila ka një potencial tepër të madh. Jo vetëm për me na bë krenar neve, siç po na bën Rita dhe shumë të tjerë, por në veçanti edhe potencial me ndihmu vendin e vet Kosovën. Si mendon që është mënyra më e mirë me shfrytëzu këtë potencial të jashtëzakonshëm që e ka mërgata jonë, mënyrë që shteti ynë me ecë përpara, duke i bashku forcat, sepse historia tregon që Kosova ka ecë përpara, shqiptarët kanë ecë përpara, vetëm kur edhe mërgata i ka pri këtij ndryshimi të madh edhe gjanave pozitive që ka ndodhur në vendin tonë. Po, unë ndiem shumë krenare që Rita e ka marrë atë rol në fillim të karrierës saj dhe e ka bë me qejf edhe me entuziazëm, edhe pse ka ardhur një vjeçë në Angli, në Londër. Po mendoj që Chelsea kësaj është, unë ishi çoj këto si dy motra, mërgata është diku jashtë, motra tjetër është në Kosovë apo në Shqipëri. Dhe komunikojnë edhe s'ka asgjë më speciale se sa raporti mes motrave. Po, e vërtet. Do me thonë, është një komunikim i vazhdueshëm, një komunikim i sinqert, një komunikim i afërt, edhe është konstant dhe vazhdon vazhdon të shkojë edhe më tepër. Do me thonë të kemi një bashkëpunim sa më tepër, të shfrytëzojmë talentat. Ne kemi tash talenta më shumë se sa Rita që ka në këndim, në art, në sport, edhe në shumë lami tjera. Do me thonë, ne kemi talenta. Janë talentat në Kosovë, në Shqipëri dhe edhe në Mërgim. Duhet ta gjejmë një bashkëpunim, një mes i cili do të na jep zhvillim dhe do të na jep një balansim të këtij suksesi që të ketë njëjtë në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe është e mundur. Unë besoj që kjo do të nivelizohet shumë shpejt, do me thonë edhe teknologjia ja mundson tashti shumë artistëve që të vinë në shprehje pak më lehtë. Normal Rita ka arrit sukses në Londër, kanë qenë rrethana tjera, mirë po talenti kur është prezent mund ta ketë edhe qasjen në botë. Besoj që është e mundur për të gjithë. Mirë po, është punë e domosdoshme dhe e vazhdueshme. Natyrisht edhe ju e përmendët me të drejtë që Kosova ka talent gjithandej botës që na kanë bërë krenar. Edhe është shumë e rëndësishme që jo vetëm nëpërmjet tyre, po edhe ne si Kosovë si institucione ta bëjmë më të mirën që të sjellim më shumë investime, më shumë turistë, ta paraqesim një pasqyrë shumë më të bukur të Kosovës, tregojmë që vendi ynë ka potencial. Si mendon që është më së miri që ta pasqyrojmë këtë imazh të Kosovës? Çka duhet të bëjmë që Kosova të shihet si vend që vërtet ja vlen të vizitohet, ja vlen të investohet në të? Derisa të kemi talentet që janë prezent dhe evolvojnë edhe më tepër, unë mendoj që vetë ajo do të sjell një vëmendje, posaçërisht në vendin prej ka dhe talenti vjen. Do me thonë, unë si mjeke punoj këtu dhe në profesionin tim, flasun për profesionin tim, për shembull kemi kriju UK Albanian Medical Society. Do me thonë, sa i përket mjekësisë, sa i përket mjekësisë dhe shëndetit në përgjithësi, jemi afro mbi 200 antar dhe vazhdimisht kemi takime dhe cilat
i diskutuam dhe i konsideruam gjithmonë me mendje që ndoshta do të ketë benefit në Kosovë apo në Shqipëri dhe poenta ime është që ndoshta ky shkëmbimi i mendimeve, shkëmbimi i idenave, të zhvillimeve të fundit për shembull në mjeksi, është shumë pozitiv dhe mendoj që njerëzit që janë në migrim janë shumë të lumtur të vinë të kenë ndoshta mbledhina, të kenë ndoshta konferenca apo ndoshta t'ju japet një platformë që ta kenë mundësinë që të shprehen dhe të japin propozime të ndryshme për zhvillimin më të tjeshëm. Në lidhje me një gjë shumë e rëndësishme, isha pjesëmarrëse në zhvillimin e servisit antenatal. Do me thonë, se di si mund të spjegojmë, është për shëndetin mendor, mirë po është shumë i dedikuar vetëm për gratë shtatzane dhe një vit pas lindjes. Do me thonë, për cilët nana për shëndetin mendor, jam të folë specifikisht, se është bërë e njoftun që shtatzania është njëra ndër rreziqeve që nana mund të përjetoj eksperienca gjatë ndryshimit të kohës. Po, unë kam qenë nanë vetë, ju jeni nanë e dy vajzave, dhe keni pas ndoshta një eksperiencë që transmission kjo si mund të them tranzicioni prej shtatzanisë të bëhesh nën është tejet i madh. Dhe e kam menduar një ditë tash, po pse na nuk e kemi? Ajo mund të bëhet në kuadër të shëndetësisë ekzistuese në kooperim me pediatrinë dhe ginekologjinë, më falni. Dhe mendoj që është një ide cilën për shembull mund të konsiderohet në të ardhmen, njëkohësisht në servise tjera në sa i përket shëndetit mendor. Absolutisht, sidomos muajt e parë, po edhe tër viti i parë pas lindjes, është një prej muajve janë një prej periudhave më sfiduese. Për secilën nën është komplet ju e quajtë tranzicion, është botë tjetër, është komplet jetë e re dhe natyrisht për shumë nëna është shumë sfiduese, disa e përjetojnë më rënd, disa të i kalojnë më lehtë dhe jam e bindur që është një prej fushave ku kanë nevojë për përkrahje. Në radhë të parë të familjes, mirë kuptim dhe përkrahje gjithëmbarshme, por pastaj nëse ka nevojë edhe për përkrahje profesionale. Po e lexoj te komentet këtu, po thonë që një prej arsyeve të mëdha pse Rita ka pas sukses është pikërisht përkrahja e nënës së saj. Faleminderit. Ndoshta mundesh me na tregu pak si është Rita, çka mundemi me prit, çfarë projekti mundemi me prit prej saj në të ardhmen. Unë vërtet po shpresoj që t'ju kemi në vizitë së shpejti në Kosovë. Faleminderit. Gjithë familjen, po në veçanti Ritën që e presin me padurim të gjithë këtu tek ne. Rita është shumë mirë, Rita ka plane të mëdha, do ta ketë një projekt shpejt që do ta involvon traditën, trashëgiminë kulturore. Domethënë është diçka që Rita ende vazhdon të punojë dhe të jep maksimumin për vendin e saj, që më bën shumë krenar. Dhe do t'i del ka një film këtë javë, do të transmetohet këtu në Angli dhe në botë. Dhe besoj që një ditë do të ketë rastin të vi dhe normalisht dëshira e saj është që të vazhdoj punën dhe të krenohet me origjinën e saj dhe besoj që një ditë do të takohemi së shpejti me një koncert. I hope. Po si do që jetë, po do të mbesim në kontakt. Sido që jetë, si që thatë edhe vetë, vërtet jo vetëm juve, por na ka bërë dhe vazhdon na bëj krenar se cilin prej nesh, me punën e saj, me të arriturat e saj, apo në veçanti me përfaqësimin e jashtëzakonshëm që ja bën Kosovës në çdo rast. Po unë dua t'ju falenderoj sonte juve personalisht për këtë bashkëbisedim kaq produktiv për një temë që është shumë shumë e rëndësishme.
për qytetarët tonë, me shpresën që do t'jetë vetëm bashkëbisedimi i parë dhe do të kemi mundësi edhe kështu virtualisht, por edhe të takohemi së shpejti për të parë se si këto këshilla tuaja do të mund t'i vëmë në praktik për çështjen e shëndetit mendor. Faleminderit shumë, ju uroj sukses në të ardhmen dhe shpresoj të shihemi shpejt. Faleminderit. Gjithashtu shpresoj. Mirupafshim. Çdo të mirë.